Mendoj që edhe Partia Socialiste mund të ketë brenda vetes njerëz të cilët kanë edhe mundësinë pse nuk dalin, pse nuk flasin? Edhe mund të dalin. Mund të dalin dhe brenda PD-s. Unë jam i këtij mendimi që në këtë protestë, nëse rrëzohet Berisha, rrëzohet dhe Rama. Nëse rrëzohet Rama, rrëzohet dhe Berisha, dhe mund të vijë nga brenda tyre. Mund të vijë nga spaku, mund të vijë nga protesta, po më e mundshme është të vijë nga brenda tyre. Kjo logjik çalon pak për vërtetës Regel, sepse të thuash që pritet ndryshimi i Partisë Socialiste, pritet ndryshimi i qeverisë nga reforma e Partisë Socialiste, por reforma e Partisë Socialiste baret nga reformimi i Partisë Demokratike, duket se është një shikoj, ju e keni parë që protesta ka një slogan i cili tashmë është bërë motoja e saj, që thotë Rama Burg, Berisha Burg. Tani burgu nuk është në kuptimin e parë që ti marrim dhe ti fusim në qeli, por është që është kundër dy njerëzve. Pra protesta aty ka shumë socialist dhe punonjës të administratës që unë i njoh, që edhe kanë votuar PS-n, por ka dhe shumë demokrat që e kanë votuar PD-n, po zëri tyre unë i dëgjoj që ata nxjerrin Berisha në burg. Që do thotë protesta është kundër dy individëve që kanë marrë peng me pazaret e tyre sistemin. Do thotë edhe brenda këtyre forcave, po PD-ja është jashtë pushtetit prej 2013-s, ka protestuar gjatë gjithë këtyre viteve. Unë mendoj që nëse si mund të barazohen dy lider politik, njëri që ka gjithë pushtetet dorë dhe tjetri që qytetari nuk është saq inteligjent. I barazon sepse thotë të dy janë kundër spakut. Pra, ne drejtësia e re na solli një lloj motivimi për të reaguar dhe për të kërkuar të drejta, sepse nxori korrupsionin e zyrtarëve të lartë, që nuk e kishte bërë prokurorin para. Tani, por ti ke një lloj shpresë dhe këtë ta vret dhe opozita sepse del çdo ditë çdo javë kundër drejtuesit të spakut, atëherë normalisht tani se e njiftimi dhe reformën drejtësi dhe a jeni ju personalisht i kënaqur me reformën drejtësi, do të thënë pra me kohën e ekzekutimit, me produktet e saj, me frytet që kemi marrë, me dënimet në shkallë përfundimtare të zyrtarëve të lartë korruptuar? Me çfarë kemi pasur më përpara jam i kënaqur. Me çfarë do duhet të kishim? Sepse ka kaluar me një dekadë. Me çfarë do duhet të kishim? Sigurisht që pritshmëritë janë më të larta, por unë mendoj që ata kanë bërë më shumë se ç'mund të kenë bërë qoftë aktorët politik të vend apo investimi që është bërë për ta në terma të financave, në terma të mbrojtjes, në terma të mbështetjes ndërkombëtare, në terma të pritshmërisë publikut, etj, është 10 qindra fish më i madh se sa produkti apo jo. Ajo reformë pati një problem teknik, do thoja unë, sepse ajo nxori nga sistemi shumë gjyqtar dhe prokuror të cilët sot mund të ishin ndihmë për këtë. Tani a bëri mirë që nxori sepse ishin të korruptuar apo i gjeti transaksione, prona, ku diun? Sigurisht që po, por do të ishte marrë parasysh që në ndërtimin e saj të zvendësoheshin këto lloj gjyqtarë, sepse sot ne kemi gjyqtarë që u kanë një pesë shumë e madhe dhe janë mosha më të reja se ne të dy. Dhe ata sigurisht që kanë ajo që thamë ne që a mund ta marrësh drejtimin kaq i ri dhe ti të mbash peshën e gjykimit të një çështje kaq sensitive, kaq të madhe për qytetarët. Por nëse do shikojmë treguesit, unë nuk jam aq skeptik sa ju. Unë kam parë se sa miliona euro prona janë sekuestruar ndaj krimit të organizuar. Do mendoj që detyrën ndaj krimit të organizuar e ka bërë siç duhet. Prokuroria e posaçme po dhe GKK-ja dhe ajo e apelit, por ndaj politikës është shumë e vështirë, të ta them dhe si jurist, është shumë e vështirë që ti të identifikosh provat dhe të gjykosh politikan, sepse ata nuk ose qëndrojnë larg makinacioneve të korrupsionit drejt për drejt dhe të gjitha lidhjet po shkojnë tek pasuritë e tyre, qoftë rasti Velia, rasti Meta dhe rasti zotit Berisha. Pra ata nuk është se i kanë bërë vetë krimin dhe korrupsionin. Kështu që duhet ta mirëkuptojmë këtu edhe drejtësinë e re që nuk ka eksperiencën e dur për na dhënë rezultat aty për aty. Një nga problemet që unë personalisht kam lidhje me këtë argument, pavarësisht se në shumë pika mund të jetë dakord, është që ne marrim si një grup homogjen, pra njerëzit për shembull kur flasin për reformë drejtësi, flasin veçojnë vetëm spakun. Ata thuajnë nuk ka shumë spaku, 90% punës e bën BKH-ja, apo nuk ka një GKK e cila verifikon fakte prokurorëve.